E pra të dashur miqtë e mi, të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish sonte së bashku me mua Tirona Lilin për të nisur dhe për të komentuar pak në këtë orë së bashku me ju Heidi Bacin dhe Sara Hoxhën, këtë herë Sarën e Ledrit. Ju e dini shumë bukur që Sara Hoxha kishte një martesë me Ledrin, një martesë shumë e lumtur, një martesë që në jetën e tyre sollën një vajzë e cila po rritet me dashuri, me kënaqësi të prindërve të saj, të Sarës edhe të Ledrit, sepse në një intervistë në Mirëmbrëma Yje vitin e kaluar me Arbana Osmani, Ledri ka folur fjalët më të bukura, ka folur fjalët më të mira për Sarën dhe publikisht që ne nuk kemi mësuar realisht në kulturën tonë shqiptare ta dëgjojmë që një djalë i uron ish bashkëshortes së tij jetë të lumtur dhe i uron kënaqësi shpirtërore me këtë i doj shpirti i saj, domethënë ishte pak e pakapshme. Por Sara Hoxha këtë kohën e fundit nuk është vetëm që po bën ndryshime në jetë, ka dhe një personazh tjetër që në fakt duke që është shumë e lumtur dhe fytyra e saj po vezullon nga buzëqeshja. Do të flasim pikërisht për Heidi Bacin. Janë dy këto personazhe televizive, dy goca super të ndjekura në për platformat e tyre digjitale Instagram, që po bëjnë revolucione dhe po bëjnë ndryshime në jetë. Heidi Baci tashmë zyrtarisht e konfirmuar dhe nga ana e saj që marrëdhënia me Romeon ka përfunduar, do me thënë ju desht Heidit një periudhë gjatë, ndoshta për t'i dhënë edhe një mundësi tjetër marrëdhënies me Romeon dhe për ta kthyer dashurinë. Unë e besoj që Heidi ka qenë e dashuruar tek Romeo, sepse Heidi bëri një lloj lëvizje në atë kohë që shumë pak femra mund ta bëjnë, që do të thënë të ndryshon vendbanimin, të ndryshon qytetin për të qenë pranë dashurisë së saj. Por në anën tjetër, do me thënë edhe Romeo ishte ai i cili publikonte fotografi që kaluan një verë shumë të fokusuar pranë njëri tjetrit, shumë duke i dhënë dashuri njëri tjetrit, por siç duket, do me thënë kjo e gjitha ishte vetëm 3 muaj. Por sot kemi dy vajza të cilat nga dhimbjet e dashurisë, nga lotët, nga emocionet e krijuara në shpirt, ndoshta edhe negative edhe keqkuptime etj etj, ka nisur kapituj të ri në jetën e tyre. Kapituj që sot do me thënë ato ndjen shumë të lumtura. Shikojmë Heidin me shumë buketa me lule në Instagram, por edhe për Sara Hoxhën që tashmë le të themi po e pranon në një farforme që është e lidhur me Erik Fullanin dhe që me fëmijët e Erikut thuhet që Sara ka një raport shumë të mirë dhe kalon shumë bukur. Do me thënë Heidi që priste Romeon, por ndoshta kjo egoja e tepërt në këtë rast, nga që kishin pak ego që të dy dhe kishin një kokëforci dhe ndoshta lidhjet e dashurisë nuk shkojnë me kokëforci, por në anën tjetër kemi dhe Romeon i cili nuk bëri asnjë lloj lëvizje për t'u afruar me Heidin, do me thënë një dashuri që publiku e kishte shumë e qejf që ndërtuan fansat e tyre, që ndërtuan ndjekësit e tyre, u shkatrua tërësisht. Por kemi tashmë një nismë të re. Heidi akoma nuk e ka bërë publike kush është djali që i ka marrë zemrën, i cili përflitet që është italian, do me thënë kemi të bëjmë me një djalë të huaj në këtë rast, dhe Heidi do me thënë do të udhton drejt Italisë tashmë për të hequr dorë nga të gjitha planet, nga të gjitha ëndrat nga Shqipëria, por unë nuk do të them që mund të jetë kjo e fundit, sepse showbizit nuk i dihet, ndoshta mund t'i vijë një ofertë shumë e mirë që Heidi mund të bën udhtime se ja ku është Italia. Por kemi dhe Sara Hoxhën që tashmë ndjet e lumtur dhe siç duket nga të dy gocat, ndoshta së shpejti do të kemi një altar të kuq, nuk i dihet apo jo.